Në mars të vitit 2022, një vendim i Këshillit të Ministrave hoqi sektorin e mbetjeve nga fusha e përgjegjësisë së Ministres së Infrastrukturës drejtuar nga Belinda Balluku. Vendimi duke i formal, por në fakt la pasot një sektor strategjik, inceneratorin e Tiranës dhe të Fierit mbetën pa autoritet kontraktor. Për 3 vite asnjë ministri nuk mori përsipër përgjegjësinë e mbetjeve, çka paralizoi mbikëqyrjen e kontratave koncesionare dhe çoi në emergjencën e landfillit të Sharrës. Brenda qeverisë pati përplasje të forta, sidomos mes Ballukut dhe ministres së mjedisit të drejtuar nga Mirela Kumbaro, e cila refuzoi të merrte mbi supe këtë sektor. Vetëm së fundmi qeveria i ngarkoi këtë detyrë Agjencisë Kombëtare të Ekonomisë së Mbetjeve, një institucion i ri në varësinë e Ministrisë së Mjedisit i drejtuar nga Ersi Sulejmani, personazh me të kaluar të përfolur i akuzuar nga opozita për përfshirje në ngjarje kriminale. Agjencia do të veprojë si autoritet kontraktor për inceneratorët dhe do të menaxhojë projektet e ardhshme. Ndërkohë, situata në Sharr është kritike, me dheun që hidhet kutulluna në pjetet e hapura, duke shkaktuar dëmje mjedisore. Burime jo zyrtare flasin për planet e qeverisë për të licencuar një landfill të ri privat për inertet, një kontratë që pritet të firmoset pikërisht nga agjencia e sapo ngarkuar. Kjo e mbetjeve duke se është një aferë që vazhdon të prodhojë skandale të reja, ndërsa qeveria kërkon kurbanin e radhës për të shmangur përgjegjësinë.